ty japim një kontratë qeraje, të dilni nga shtëpia, edhe ne do i shambim. Si mund të dorëzoj unë një shtëpi që e ka me dokumenta në mes të Durrësit dhe ma ka bërë vlerën 170.000 lekë të vjetra metri katror. Si mund të dorëzoj shtëpinë unë 64 metra truall, edhe shtëpi, edhe një me 170.000 lekë. Këto talen me këtë popull, këto i ka dhënë fjalën bandave të Durrësit me vangjush dakon, do bëhen hotele, pallate, ne i dim. Sot janë shpërndar zarfat në mënyrë masive. Ne kërkojmë drejtësi dhe të dalin të na shpjegojë. Ka dhe nga të çezmës sferës të flasin. Edhe ne të tjerë që nuk ka lajmëruar fare. Po ju zot, ju jeni banorë të prekur. Unë ndodhem te çezma ferrës. Kam 2 prona në të njëjtën rrugë. Te një shtulla vjetër. Bashkë me pallat. Atje ku është projekti i ndërtimeve që kanë bërë këta. Ato duan të bëjnë një rrugë, kanë marrë pjesët e shtëpiave private, dhe tani nuk kuptoj pse duhet hedhin dhe pallatet nga ana tjetër. Se nuk e di çfarë rrugë do bëhet kjo, 20 metra, sikur do bëhet një autostradë. Te nuk e kuptoj. Pastaj dhe s'kan lajmëruar fare. Vetëm na kanë thënë njerëzit që me datë 16 do të ku të shkojnë këta njerëz. Janë njerëz pensionistë me një pension minimal, edhe do t'i japin një shifër skandaloze në një kohë që nuk gjejnë shtëpi, po 70.000 euro është i këtu. Nëse ato duan të bëjnë projekte, bujëm, le të bëjnë çfarë do qefi, të fusin njerëzit në shtëpi, aty sistemojnë. Është detyra bashkisë, sepse po na marrin pronën, nuk është se po është pronë e bashkisë ajo, edhe po bëjnë çfarë do qefi. Është privat. Njerëzit janë le që janë keq, po pleq të smur. Nuk e di si mund të blejnë ato një shtëpi tjetër. Në kohë që shtëpia që ka ndërtu bashkia janë bosh, pallatet private janë gjithë bosh, edhe nuk pas ka hyrje për sistemu këta njerëz. Ne nuk dalim nga shtëpia, mos kujtojnë se nuk e kemi marrë vesh projektin që do të vendosin sot. Flasi dhe zonja se bashki. Është papranueshme fakti që Hajde. është e papranueshme fakti që këto shkelin një të drejtë njerëzore kushtetuese. Pa patur as legjitimitet, se realisht kjo gjë nuk është legjitime, nuk ka një qëllim legjitim, nuk është siguria publike, sepse si lagje asnjëra nga këto nuk paraqet problematika. Pjesa tjetër është fakti që nuk ka një funksionalitet vërtet ky projekt. Në 400 metra segment, ato që kanë shënuar për shembull te lagja ime CS28 deri te CS2, bën një zgjerim të rrugës që është ekstrem dhe nuk ka funksionalitet, sepse në fund të rrugës rruga përfundon e mbyllur. Dhe rruga Sul Demneri, që është rruga që kufizohet me të, kanë bërë një vijezim minimal për 1 metra që prekin gjithsesi kolonat ose hyrjet e disa ndërtesave, ndër të cilave është edhe një jetimore, që realisht nuk e di se si mendojnë që këto fëmijë do dalin jashtë, ose do takojnë ato 2 prindër që do vinë t'i shohin, ose ato njerëz që do shkojnë të interesohen për ato fëmijë. Përveç komunitetit që nëse është një vilash apo është i gjithë pallati që ndërtohet aty, jemi në zonë katastrale A. Dhe opsioni që mendonin ato të na ofronin ishin disa ndërtesa në Shnavlash, Akneta, nuk e di në zona dhe parat duan t'i japin me këste. Mua nuk më intereson çfarëdo që duan t'i japin, unë kam bler 2 prona në të njëjtën rrugë me një perspektiv zhvillimi për biznes, për të kthyer pas 10 vitesh nga emigracioni dhe për të kujdesur për prindërit e mi dhe familjen time. Dhe unë këtë gjë nuk e kam më luksin ta bëj, sepse ky shtet këtu vendos në mënyrë ilegjitime, në mënyrë jo të ligjshme, duke shkelur gjitha drejtat e njerëzve për të bërë një projekt që nuk ka asnjë lloj sensi. Në fakt, kjo është situata Neda në bashkinë e Durrësit, ku banorët janë ngritur pra në protestë ditën e sotme, për të cilët janë 2 projekte që banorët do largohen nga banesat e tyre. Ndërkohë deri me këto momente banorët nuk kanë lejuar që anëtarët e Këshillit Bashkiak të hyjnë brenda në ambientet e Këshillit për të zhvilluar pikërisht mbledhjen e Këshillit Bashkiak ditën e sotme, ku pritet të miratohen pika të rëndësishme të rendit të ditës pra në lidhje me këta banor të cilët preken nga projekti i tij. Gjithashtu do kemi zëra të banorëve të tjerë të cilët do thonë që në momentin do ju keni marrë një shkresë sot nga sot na ka ardhur një shkresë nga bashkia dhe duhet të afirmosin, do të largohemi nga banesa deri me datën 16 ishte e shkruar këtu në këtë letër. Çfarë do bëni? Si do procedoni? Ne nuk largohemi nga banesa jon, absolutisht jemi me letër, me dokumenta të rregulla, nuk ka drejt na nxjerrin në një nga prona jon.
nuk kemi pas konsultim, biles ne sot pritshemi konsultim nga bashkia që këto 14 familje të merrshin një përgjigje nga bashkia, jo të na bishin letrën për largim nga shtëpia. Ne nuk dalim, ne aty do vdesim shpiton. Le të vinë ai, le të vinë na bim pa dramën, ne nuk largohemi. Absolutisht nuk largohemi. Kjo është situata e ne